Ndërona shumë të Zoti që ma ka mundësu me pa atë vend, në atë vend ku kanë shkel shokët e Muhamedit alayhis salam, në atë vend ku preje trupi i Muhamedit alayhis salam, Omerit, Ebu Bekrit, e shumë të ima tjerë, Hamzës, se mos t'i përmend tash me emër, kështu që zona që ma ka mundësu Zoti me shkel atë vend, edhe po them, kushdo që ka qenë e din këto çka po them, qetësia shpirtërore është shumë e madhe, kështu që ashtu si u lut Muhamedi alayhis salam, ashtu është edhe ai vend i bekum, vend i qetë, vend i dashur, mikpritës me të mirë. Si do të pëlqente të shkoje në Medinë? Si është, si thua, fuqia, ripërtëritja më e madhe shpirtërore kur je shoqëruar apo vetëm? Si është më mirë? Ka nevojë për qenë për të marrë edhe të tjerë? Zakonisht është obligim edhe për muslimanin? Po jo, zakonisht kemi shku grup me shoqëni, prej 2014 kur kam qenë herën e parë. Gjithmonë kemi shumë me shoqëni ndryshme, ndonjëherë ndoshta edhe me shokë të njëjtë, po me dikon të ri. Kështu që kom pas rast edhe me dal vetë me shëtit, kom pas rast me shku vetë të xhamia me ushtri, domethënë aty në ato qëllime se xhadet që janë, me ushtri edhe veç me pushu, edhe me që shtojnë të na, thonë Kosovë, thonë me si trunin lërë, domethënë kështu neutral, domethënë mos me menu kur gjë hiç. Është ndjenjë e mirë. Edhe ka një të mirë, si më fal, edhe si Medina, si Meka që unë e them për vetë, çka do që lutna, e ndjej diçysh që kam më pranu. Ndoshta ta shoh, po kur do që e ka kohën vetëm besoj që kjo po se lutna me zemër. Edhe më bin mend ndonjëherë që ndoshta nuk është që i kam shumë shok ose familje, po si të më kujton, si të më shkon ka mendja, edhe për atë person lutem. Po lutjet në shtëpi, në dhomën tënde, në para xhumit, kanë fuqi. Po. Sa të vlefshme janë? Kështu po njëri mendoj që duhet më kon gjithmonë falendërues. Tash pa dallim dikush ndoshta i përket një feje tjetër. Po njëri duhet më kon falendërues te Zoti. Edhe Zoti na ka thënë që falenderoni që t'ja ushtoj të mira. Kështu që unë jam shumë falendërues për këtë mira që më ka dhënë Zoti, edhe e di që falenderona pak në krahasim sa e meriton Zoti. Ardian Agushi, si ruhet pragu i shtëpisë dhe ku janë kufijt e Shqipërisë? Pragu i shtëpisë që ruhet na ka mësuar Adem Jashari. Si? Kështu që çka do të them unë, është diçka që ai e ka bëu me vepër, me familje, e ka mbrojt. Unë mendoj që në atë familje, familjen Jashari, shumë familje ka ndodhur kjo. Kuptohet, kjo ka ndodhur te doja e nanës, laku me ide Aslani, që kur i kanë hiq shkijet në shtëpi, domethënë këta kanë pështu e shkijet kanë shku për na dynja. Po, shembullin kryesor i kena familjen Jashari, edhe mendoj që në atë familje, secili ka qenë Adem në veti, ose nan Zahide në veti, përderisa janë sakrifiku krejt. Edhe kanë diçka kanë me gjetë, edhe kanë mbrojt pragun e shtëpisë, domethënë shembull më të mirë për mbrojtjen e pragut të shtëpisë e kena familjen Jashari. Çu duhet më mbrojt, e kena familjen Jashari, ku gjë më shumë. Kufijt e Shqipërisë? Kufijt e Shqipërisë, kom thonë edhe në këngë, e gjyshi plak mi kallzoi rrugët e mia prej luginën janin o bir o Shqipnia. Tani unë mora fjalë, e mora vargun, mora qarkun me i thur këngë bash legjendarit t'i këndojmë. Si do t'i këndojmë? Adem Jashari. Si do t'i këndojmë? Ta them si shpejt, se ndoshta pe pyetje e di që mund më zgjat tepër. Për këngëve që kam pas ndoshta më vështirë për me shkru ka qenë kënga për Adem Jasharin. Edhe pse kam pas shumë njohuri, se edhe në familjen Jasharit domethënë kam qenë shumë herë. I duaj, respektoj shumë, i prej Basës Rifate, gjithë. Po kam pas problem shumë se ka pas shumë këngë të mira, prej këngës që e përmend mora fjalë, shumë këngë tjera domethënë për Ademin. Je mundu me qitë diçka që jo tjerë ndoshta se kam përdor, çka do qoftë që ka qenë, kështu që
për shembull, tash edhe me pa në ndër ku të bime fjet televizionin shqiptar nuk ka diçka se kom qenë, aty edhe më kujtu diçka, po ato paralajmëruese nuk i kom ndoshta, jo si kom besu, po nuk i kom ditë derisa më ka ndodhur faktikisht, kështu që e di që ka edhe paralajmëruese që paralajmërojnë të shpëtojnë prej shumë sa. Tragjedia e vërtetë e jetës a është kur burrat kanë frikë nga drita, kështu ka thënë Platoni i Madh. Kur burrat kanë frikë nga drita. Mbarët është për ditë, për shkak ka pas Platoni, po unë kom pas një rast me një haxhi ka qenë i vjetër në moshë ka qenë kur kemi qenë në dhomë, bashkë me Dine e kena pas në dhomë. Edhe kur ta më dojshë me fjetë, unë deske drita, se nuk u i keme flejt, dhe më thonë me dritë, kishke dhe më thonë një farloj si ju zikje frima, nëse është drita e shimë. Unë për erë parë kisha pa aty, kështu që edhe për kostume tradicionale, sigurisht për bukurinë, për trimrinë, këtë e di se ke faktuar gjithmonë e trumbeton në për tekste, po edhe për kostume tradicionale. A janë edhe këto të rëndësishme për ty, janë pjesë edhe e kërshërisë tënde për të njohur, për të ndjekur, për të zbuluar nga afër? Patjetër që po. Unë kam me veshje kombëtare për fëmijët e midvegjël që janë, domethënë veshje kanë erdhur për festë ose për ditëlindje ose gjëra ndryshme. Kështu që ne me arru traditën. Edhe vjen mirë që ka veshjet kombëtare për këtë zonave, për këtë krahinave, për shembull, e Tropoja e ka vetën, Jugu e ka vetën, ajo Shqipëria mesme, Kosova, kështu që me vëthëm, ato na bëjnë ata që jemi, edhe nuk bën me i harru, ndërbreza, du të mja shtinë që fëmijëve tonë, që edhe ata me trashëgu këto e mos me met ato sikur në harres ose me met vetëm për fotografi. Okej. Kë kostum do zgjidhit për të veshur për vete? Po veshje kombëtare, veshje që vesh Shabania Sharin. Okej. Gold, ju i adhuroni parat? Jeni pjesë e një kulture ku gjithçka matet me para. Disa e konsiderojnë dhe fe, sigurisht që ju nuk jeni, por për ata të cilët e konsiderojnë para fe, çfarë do të thonet?
ma shumë me lëvisa, që njerëzit, domethënë, kur t'i bjen zotruna një lloj smuje për fëmijët vet, nëse është ajo shumë 50.000, 100.000, 200.000 euro, edhe nëse ka mundësi me shi diçka, pse me shi tukun që ma mirë japin na kanë euro. Okej. Edhe nuk harxhomi, edhe bëjmë nder, bëjmë sevap, edhe ai fëmijë me emrin e Zotit mundet më shëru. Okej. Pse fyhen shkronjat e Arta Gold? Kom thonë në kongë që djemë të udbashve janë pozitat larta. Kështu që shkronjat e Arta nuk ka negativ, domethënë mos thonë ai post, mos thotë dikush pa hir, gabim, mos thotë diçka kështu që. E drejtë. Na ka humbur për fat keq kjo. Shtëpiat atëre kena pas më të vogla. Po. Po mysafir kena pas shumë. Tash kena shtëpiat e mëdha po këtë thata. Dis, kujt do t'i bëjmë tani? Po jo nga fusha e showbizit. Nga fusha e showbizit dikom lon. Jemi rahatu. Kush do të e lyp? E lypin shumë? Po e lypin, do ta e lypin, tash mbaret kush është tek, ama kush do të xhelozia? Kush do të e bën, dikush nga xhelozia, dikush nga paditunia, dikush nga varet tash. Këto nga padituria I falem. Ato të xhelozisë. Nëse është kam nga paditunia mund më fal, po nëse është domi në shtetin tonë, kështu si s'do më fal ato. Kur nuk fal çfarë bën? Cila është forma jote më e madhe e agresionit, le të themi? Jo, unë fali shumë. Okej. Në fakt jam tip ndoshta që dok në pak I rand, mos më njoft, po unë fali shumë. Se gjithmonë shpresoj që më fal edhe mu Zoti. Se nuk jam me lagje, kam gabimet e mia. Zoti na fal gjithëve, kështu që mundona gjithmonë me gjetë një rrugë dalje për me fal. Okej. Po sikur Zoti t'ju thoriste të jepni për
Po kushdo që nuk ja shef një punësione, leti shef, çka do qoftë ajo. Okej. Kështu që është një tekst që e kam shu për Fatmirën. Fatmira Breçani, kështu që për sa i përket për anës e me kushdo që në një punë caktuar, nuk ja shef si unë, kisha pas qef me thonë momentin merr kështu dhe më thonë se ç'është. Okej. Goldi Xhi, çfarë note do t'i vije nivelit të politikbërjes në Kosovë edhe në Shqipëri? Ka njerë i kisha ngel, ka njerë. Ti ngele më mirë se ndoshta do japim forca sezonin tjetër.
Finj, atëherë je në ulëzim maksimal, nëse gjithçka është thjesht e rastësishme apo e relaksuar, ti ndoshta nuk mund të jesh aq produktiv. A vlen kjo për ty? Unë mendoj që fjala rastësi veç ekziston, se nuk ka rastësi kur gjë. Fjala rastësi mendoj që veç është një fjalë rastësi, kur thonë rastësisht, për shembull, kur gjë nuk ndodh rastësisht, gjithmonë e ka një qëllim. Qoftë një takim, qoftë një edhe goma nëse shpërthehet në autostradë, mendoj që nuk është rastësisht. Po si është? A e ka një qëllim, ndoshta ka mujt më gjetë diçka më shumë aty, ka ndalë Zoti çat. Ka mujt më ndodh diçka tjetër ndoshta. Ka raste kur dikush i ka ndodhur diçka ose s'ka mujt më gjej kur e ka pa që mas një ore ndoshta u shem një lloj rrugë ose u bëni ndeshje në atë vend ose diçka tjetër.
Caktimi i Zotit. Si është caktim? Caktimi i Zotit. Kader që i thonë caktim, domethënë gjithmonë të ndodh diçka, domethënë po është caktimi i Zotit. Kështu që unë besoj në to, edhe e di që çdo që ndodhet, di që veç e ka shu Zoti as bëhet ndryshe. Dhe kjo të krijon paqe, besoj. Jo paqe, po kënaqsh na krej. Vërtet? Po vallai, kjo është. Emër jetën më bukur, më lehtëshëm. Po çysh, apo tash më të ranu, këtë dim që në fund është. Po. Çdo shpirt ka me shiu vdekjen, tash qoftë edhe jo veç njeri, po edhe shpesët, edhe kafshët, edhe gjëra ndryshme, kështu që çka do që ka shpirt e ka në fund. Veç Zoti është i pa fillim e pa mbarim, as nuk ka lind, as nuk e ka lind kërkush, as ka me vdek. Kështu që kush ta ka shtrir dorën e parë në drejtim të fesë? Kush të ka futur brenda kësaj bote të adhurueshme? Na jemi rrit me Islam. Okej. Unë shpinë për sheve kom pas në bërë xhamis. Edhe çdo herë kur ka thirrë ezani, na si fëmijë kemi thonë Aziz Allah, kena bëu vetëm me veti, domethënë. E kena madhru Zotin pa e ditë. Po. Pa e ditë shumë veti, çka po thojmë. Çashtu na kanë thënë, çashtu kemi. Edhe unë kjo besoj sikur lind me bashkë me njeriu, në kjo. Po ka raste kur dikush edhe konvertohet, ka raste të ndryshme, domethënë, po tash unë flas për vete, kështu që prej kur e kam kuptuar që gjyshin ma kanë vrarë në xhami, shkiet. Ma kanë lënë domethënë babën jetim, unë kam dashur me i gjithë qysh në xhami. Sidomos te xhamia që kemi pas në borë aty ku më ka vrarë gjyshi. Po me kalimin e kohës, për shembull, ka ndodhur gjëra të ndryshme që ashta kena harru pak, po gjithmonë kur isha në vështirësi, kur kisha do të lashe, kur kisha diçka, se të njëri ka ato të vetat, të shoh Zoti. Dëgju sa ata I folin më syve. Dhe çfarë kanë thënë një gjë që të ka lënduar pak? Kur s'kan pas çka më thënë. Çka do të qoftë që kanë thonë, buk për mes të këqij. Buk për mes shumë bukur. Po. Kështu që çka do të thonë, unë e di vetëm, po them. Kujt do koft, që nëse një herë për shembull me dashje ose pa dashje, ndoshta kam bën ndonjë të keq, unë e di dhe me kërku falje, po them prap. Ama kushdo që u largu vet, unë e di që veç për lutjeve të mia ka shku. Nga cila krahin, nga cili qytet, nga cila zonë, më së shumti I doni nuset shqiptare ju çunat e Kosovës? Mbarët ku e ki kismetin. Përgjithësi, a ka kështu përqyeshmëri? Unë e kismetin.
Për ato që s'kemi pas, se tash po këndojmë për ato që ai kanë. Jon Peshkopia e gjithmonë mbura, prej majës korabit deri te lura. Jon si radika, jon me fort sigur, dasëm e dek i mshtjell me flamur. Po, kënga e Kaq dibrës. shumë e do këtë Peshkopin këtë dibrën. Po, është marrë, edhe mendoj që është jo mirënjohse një gjë kur dikush don shumë e ti nuk ja kthen me dashuri. Pra, gjithmonë Dibranën ta kthejnë, me teprim, të duan. Gjithmonë ka ndalë, gjithmonë ka kërku këngë për dibrën, kështu që me Altinin ka dalë një këngë që falenderoj shumë, një këngë që besoj që ja kena dhënë hakin edhe ka mirë një këngë mirë për dibrën. Okej. Ëmbëlsira më e dashur. Nana. Kur të dini në pension do vjoni të bëni fjalë kryqe? Po, kisha bo dhe tash, po pak puna me gati. Ja. Po, me e du shumë ato. Okej. Dhe së fundmi, gati së fundme, cilën do t'i propozoje si punë, si strategji, një udhëheqësi gueril? Po, vetë emrin të regonë, s'ki që kam i propozu. Asgjë e re nga fronti perëndimet, kështu ka thënë Remark. Po dritë e re nga fronti Prishtinali. A kemi? Fronti është bashkë front. Kështu që kur dalim bashkë me Gorilin, gjithmonë shkojnë njëri pas tjetrit, kështu që e shoh që gjithmonë fronti rrin pranë Gorilin. Edhe atë që se thom, nana jem t'je kupton. T'ja zë vendin gjithkujt, e kërkush se zen vendin ton. E sa herë që m'rin vet, a ke hongër, a ke pi, prita që s'kryt mbrehin ta nën, e t'bojna si fmi. Po, shkonga... Shu dua ta mbyll dhe si është kënga? Do ta mbyllim me këtë këngë? Po, shkonga... ndër këngët e fundit që është, kështu që ka dalë shumë e mirë, edhe shka do që shtojmë, gjithmonë kur shkruj për nanën, del e mirë, edhe thëmë tash ndogës për më di qka ku me shkru mu, po prap del diçka e re. Kështu që me që të fjallë ma mirë për të mbyllim. E mbyllim kështu, po. me fjallët e mia, jo si këngë. Ariana Gushi, Goldi i gjithë shumë faleminderit që ishte me mua. Faleminderit edhe ty, televizionit shqiptar, e shpresoj që shihemi për të mira. Faleminderit, gjithë mira dhe t'ju sot. Çfarë do zemra.